për 4 venet e para, po mendoj që ne vjesht në sezonin vjeshtor kemi pasur një mangësi me këtë konkurrentët kryesorë që kemi pasur ne kemi humbur lojtë. Përveç me Dinamo kemi luajtur Borës. Dhe të gjithë konkurrentët kryesorë, këtu 6 e parë luajnë vendas, me të gjithë. Me Voshtrin, Dinamo 389, me vllazërimin veç kanë luajë kanë fituar. Ka qenë loja që u luli, loja vjesht, loja pranverës, edhe me Lirin. Ta shumë pranvere keni në shpet. Po. A me gjitha me këtyre kanë humbur vjesht. Me gjitha kanë humbur. Përveç Dinamo që kanë marrë në barazim, me këtyre kanë humbur. Domethënë kjo një lloj përparësie pak psikologjike, atë pos parashtyeshja përparësia e terrenit. Mendoj që objektivi është i qartë të Superliga, janë bërë ndryshime të vogla, nuk kanë që shumë, 2 lojtarë janë liru, Ober Prekaze dhe Zekulli, që kanë kaluar në Superligë, edhe ne kemi zëvendësuar ato 2 pozita që kanë qenë, nuk ka pas ndryshime të mëdha. Futbollistat të ri kanë më sa e pashk. Po, ka qenë nga pi 3 që në orë 2 edhe një është i huaj. Po. Tan trajneri Granit Begulli ka për krahin e plot, domosht i bën një punë mirë, ka qenë edhe më herët një ambientin, është familiarizuar. Një pjesë lojtarëve ka pas lojtarë edhe më herët, domosht nuk pse e ka gjetë në gjysmë kampionatit të orë, por megjithatë ka krijuar një atmosferë të mirë dhe besoj që në fund do të kurorëzohemi të paktën zbashku me trajnerin në 2 vendet e para, se s'mund të mendoj se na kena po shumë gjatë. Jo. Shumë diplomatë do të tregu Artoni, Jo, recivi të marrë me vetë. Kampionina po Lorek. Po Artoni kurse do mbetën kush më do. Normale që do me kisha pas qef me shku me trajnerin bashkë. E pranoj. Ngori. Kam titullin e parë, në një temë, trajneri më ka dhënë. Mos më bjem më typ. Ja, shumë mirë. A është dështim në rast që Thornikjeni nuk inkuadron Superligë? Po, dështim. A cilësisht është dështim? Po, dështim. Drejtuesi i klubit. Po, e tham publikisht dështim sepse kemi bërë investime të mëdha. Realisht është edhe buxheti i madh, edhe investime të mëdha, edhe është dështim. Mendoj se nëse nuk inkuadrohemi në Superligë, është dështim. Të një pyetje më mirë Po. Ka qarkullu disa zëra më herët, po them, që diçka financiarisht nuk keni kon rregull,